Mirëmëngjesi njerëz, mirë se vini në vlogmas numër 24. More. Unë kam qenë së murë këto 2 ditë. Kish fare, kam detu 24 orë në shtëpi. Ja, po. Tash çfarë po më thonë, këtë gjë e diun. Flas me kamerë. Tash hap kamerën të mbyll vlogmas, më kam ngelur edhe pak mirë, flas me veten. E njëjta gjë është. Kur jam vetëm flas. Edhe po thosha kam qenë shumë keq realisht. Po flet me audiencën tënde, nuk po flet. Shumë së mor, kam detu vetëm në shtëpi. Thash një ditë do ta bëj pushim, ditën e diel që kishte ditën edhe sjeli. Pushim nga çfarë? Nga videot, vlogmas. Pas të the pushim nga pushim. Unë kam punu çdo ditë të dhjetorit me YouTube-in, çdo ditë. Që nuk kam qenë fare pushim, këto ditët e fundit do t'i bëj pushim. Po te. Oj, ti nuk e bën dot, një video të vetme nuk bën dot. Mirë, okay. Po ta provoj do më kuptoj. Edhe kështu sot edhe sot keq jam, ngrita mëngjes shumë keq, komplet me dhimbje koke, kokën e rënë. Sa e kishe? Çfarë do lloj dhimbje? Çdo të ra. Thjesht tani që zyra klajtin dreke, pas ka vajtur në 2:30. Tash po vishëm pak që dalim qik se kishëm vetëm mirë ajër. 2 ditë e izoluar në shtëpi. Ndërkohë në gjithë dritarët e mbyllur. Po, ndërkohë në makinë, sot është dhe shim atje. Dalësh që kja është në marrë ajër. Dje dola deri te makina. Nuk e di që kisha ruar që vajtja të merja. Edhe ishte shumë butë, ishte ngrohtë. Unë ndjeva shumë keq kisha dhe në shtëpi gjithë ditën. Sot s'po do kaq. Sot është ngrohtë, po vetëm se është koha shumë si gri, po. Gri. Sot është më ngrohtë se dje. Mund të jemë shumë ngrohtë. Lëviza dhe makinën se kishe rënë që më poshtë që sot të shtëpia. Se ndje si shtëpi tuaj makina atje, E po. Më duket si larg, kështu si keq kur e la më poshtë. E dua të shtëpia. Edhe kështu njerëz dolëm, tani dolem me ta Andrekun, unë jam pak pik oreksi, nuk më hajt fare, më ka ikur dhe shia, nuk dihet shia. Prandaj as nuk më hajt ushqim. Po të mos të një. Po duhet frizohem. Me karburant, ushqimi është Na për shell karburant. gjithandaj? Çfarë Na për shell? karburant dhe shell. Kjo këtu. Kjo është Shell është atje. Çfarë shell? Shell e për ai karburanti grek që. Po ai është Se vjen Alpet. Greqi është më shumë, po. Nuk e di është grek, tamam. Ai që i hellun në Alpet. Po, ka ka shell. karburant shell. Por tani, si për ati është hapur shell. Nuk është hap akoma, po është. Nuk e vao. E ndoshta më fusin në interim. Po, ja, kjo është shell, e këtu. E shikon këtë. Po, ku ka qenë, çka ka qenë kë? Kastrati, po tani s'fani po i hap kastrati është nuk punë puço po. Se kastrati ka qenë atje, kastrati këtu, janë hap të dy shell. Po tjetë shell është e mirë. Në Malzi që i vallë. Në rodhe me eko. Kështu t'i kem të Andrekën, të mistiku da veme. Po atje ka... S'tu kem së morë kështu, ku më shikon në fytyrë. Ti? Kur që së morë do? Kjo vetë vëtë se herët, sikur t'jesh me ka pastruar, sikur s'mi ka ishte një gjërë kushe dhe. Në mori 7.000 lekë shën katë. 7.000 lekë për vetë latë? 7.000 lekë, 2.000 lekë mustaqe, 9.000 lekë. Po? Që i bërë mustaqe më? Jo, që. Kështë që i bërë. Është përsi dhe farmë. Mirëmëngjesi njerëz, e mirë se vini në vlogmas numër 25, jemi te vlogmas i fundit. Unë sot ndjem pak më mirë, dje fillova të xhiroj paradite, por erdha Andrek në shtëpi, pastaj më ran komplet fuqit. Isha e kputur, kisha gjitha simptomat e tjera që nuk vazhdoja do të xhiroja. Kështu që sot do ta përfundojmë patjetër që të përmbyllim edhe vlogmasin e fundit të këtij muaj, të muaj dhjetor, kështu që u bëra gati sot në që se ndjesha pak më mirë, edhe thash të dalë, ta pi dhe kafe në mëngjesit tjarë, se të ditë e ka pirë çdo ditë në shtëpi, kështu që po, të dalim. Jam veshur, vesha bluzën
e zezë, ka dalë akoma më në modë si vjetë këto qark shumë e leshtë e jaka edhe të duart. Unë kam që vjetë, një përpallona të thjeshta të zeza të Zarës, a vesh dhe qëpën e zi sipër edhe dalim. Njerëz deri tani, realisht nuk e kisha ndjerë fare këtë fundin e vitit, po tani që u afrua data 24, që u afrua Krishtlindjet, po e ndjet tamam festat edhe pjesën që iku kaq shpejt dhe kaq pa kuptuar gjithë muaj dhjetor. Realisht nuk e kam ndjerë fare. Po prit që këtë rezia që u sëmora, sepse duhet të kisha qenë çik më shumë produktive. Tash kam lënë shumë pas dorë edhe Instagramin dhe postimet atje me tematik festash. Po ç'të bësh? Kështu ikën koha, ikën shumë shpejt pa e kuptuar. Dhe realisht ky vlogmasi është një angazhim shumë po shumë i madh. Po gjithsesi ishte nice, më pëlqeu që e bëra si vjet, pavarësisht me këto mungesa, do doja të mos isha sëmurur dhe mos të kisha bërë. Sa ditë kam postu vlog mas 21 dhe 25, kështu që i pje të ke munguar 3 ditë rresh, përveç edhe 1-2 ditë që ka munguar gjatë muajt. Por gjithsesi ishte një opcion shumë i mirë, sepse doja që njerëzit të më njihnin pak më mirë, të afroja një audiencë të re në kanalin tim. Besoj se e kam arritur, gjithashtu edhe kush është i ri në kanal, mund të futet e playlistat e kanali im. E kam bërë një playlist më vete vlogmasin 2025, dhe mjafton të shihni gjitha ato videot e më njihni goxha më mirë, se besoj kam folur goxha në këto vlogje. Jam një njeri që nuk dua, për shembull, dje që isha sëmur, nuk doja më të hapja kamerën, se realisht thjesht do qahesha, se sa sëmur isha, dhe nuk dua të shfaq atë anë të vetes time, dua të shfaq atë anë të vetes time që i shoh çdo gjëje, çdo situatë, çdo ndodhje, çdo personi, mundohem që t'i shoh anën e mirë, anën pozitive, kështu që prandaj nuk do doja ta hapja kamerën në ato kushte. Më duket se kam marrë telefonin. Ja, të kam marrë, okay. Edhe tash kështu. E kuptoj dhe njëherë që shumë video ecin kur ti qahesh, ankohesh, tua situata, shpjegon situata ose tregon ngjarje dhe dolli që njerëzit të ndihen keqardhje për ty. E kuptoj që ato video ecin më shumë dhe marrin më shumë shikueshmëri. Por nuk jam ai tip personi, unë dua të tregoj thash anën time pozitive, dua të tregoj gjëra inspiruese, gjëra të bukura. Kështu, t'i bëj dhe njerëzit që më ndjekin, të shikojnë anën e mirë çdo gjëje dhe të inspirohen nga unë, pse jo. Kështu njerëz. Realisht ky viti 2025 ka qenë një vit me gjitha ngjarjet e ndryshme brenda time, një larmishmëri ngjarjesh, ndodhish, udhëtimesh, momentesh, kujtimesh, shumë gjëra të bukura në të. Përgjithsisht ka qenë një vit i mirë. Thjesht po hapja në YouTube videon e parë të vitit 2025 për të parë si isha dhe si do jem në videon e fundit. Njeriu rritet, ndryshon shumë, edhe pa e kuptuar, sepse çdo gjë vjen gradualisht. Vetëm kur e shef veten në një afat kohore, thash si janar 2025 me dhjetor 2025, atëherë e kupton se çfarë ka ndodhur në jetën tënde, sa shumë ka ndryshuar gjërat, sa shumë je rritur ti, je bërë një tjetër person, ke këndvështrim tjetër për jetën, për njerëzit, për situatat e ndryshme, për çdo gjë. Unë jam shumë falënderuese për vitin 2025 që kam pasur, me gjitha gjërat e mira dhe të këqija që më kanë ndodhur dhe më kanë ardhur, pavarësisht ato të mirat kanë qenë më të shumta, e kam thënë shpesh, jam shumë falënderuese për këtë gjë, por kanë ndodhur edhe situata të vështira që i kam të kaluar, kam pasur momente jo të bukura, që realisht në fund fare të vitit, kur ti i peshon gjitha gjërat, e kupton që realisht në mendjen tënde ngelen ato momentet e bukura, kujtimet e bukura që ke krijuar, njerëzit dhe gjërat e mira që ata kanë bërë për ty. Çdo gjë të ngelet në mendje gjërat e bukura. Mban mend ato udhëtimet e bukura, ato momentet e vogla që të kanë bërë të lumtur, i haron të gjitha zënkat, mërit, çevmbetjet, çfarë do lloj gjëja harrohen lehtësisht. Në fund ngelen të gjitha gjërat e bukura. Edhe kështu njerëz, jam shumë gati për një vit të ri, një 2026
që na pret. Shpresoj të përmbush pjesën tjetër të ëndrave dhe dëshirave të mia në vitin 2026, se jeta është e gjatë dhe ndoshta na shtohen çdo vit ato dëshirat tona edhe kërkesat. Në përgjithësi jam njëri ambicioz, por ashtu urtë e but, nuk është se bëj zhurmë të madhe për të shprehur ato dëshirat e mia. Edhe kështu, besoj që viti 2026 do nisi me shumë ndryshime të reja, do filloj punën e re, kështu që do jem në një ambient të ri, do kem kolegë të ri, do krijoj marrëdhënie të reja. Dola nga ajo zona ime e komfortit, sepse kur ti rri shumë gjatë në një vend pune, mësohesh me të njëjtët kolegë, shoqërohesh po me të njëjtit njerëz dhe mbyllesh atë guackën tënde, pjesi me thënë rehat në këtë situatë që ndodhesh dhe nuk je kurioze për të njohur njerëz të rinj, për të dalë, për të folur me njerëz të rinj, por bota është shumë e madhe, kështu që gjatë gjithë jetës tonë nuk duhet të stopohemi se njohur njerëz të rinj, sepse shohim këndvështrime të ndryshme për botën, qoftë edhe më të vegjël, qoftë edhe më të rritur, jam shumë kurioze për të njohur njerëz të ndryshëm. Kështu që ky vit 2026 po më gjej në një shtëpi të re, në një lagje të re që s'kisha jetuar më para, por që u përshtata shumë mirë. Po më gjej në një punë të re që shpresoj të përshtatem shumë mirë si me ambientin e ri të punës, ashtu edhe me kolegët. Edhe kështu shpresoj të presin edhe shumë ndryshime të tjera përpara. Unë jam shumë gati për ndryshime tashmë, nuk dua të bie më në comfort zonin tim. Edhe të ngelem pa ty. Këto ndryshime në jetë na rrisin, na bëjnë jemi persona të tjerë, më të rritur, më të përgjegjshëm. Do di që isha së mund, që thash kam ndonjë tur në shtëpi, ndonjëherë na bëjnë mirë edhe këto vështirësitë e vogla të shëndetit që na ndodhin, sepse na bëjnë të stopojmë gjithçka, të përshëndrohemi të shëndetit jon. Unë thjesht kam ndetur thash totalisht në shtëpi, vetëm dje që dola dhe hapa kamerën, thash ok, po vazhdoj vlogmasi. Por 2 ditët e para kam ndetur totalisht 24 orë në shtëpi. Thash, ndonjëherë shëndeti jonë na kujton që duhet të stopohemi, të marrim veten, të mbushemi me energji, të reflektojmë, se ke plot kohë duke ndritur në shtëpi të mendosh shumë gjëra, ta marrësh jetën pak më qetë, pak më slow. Unë jam tip që vrapoj pas gjërave dhe më pëlqen ai kaosi i jetës. Ondëran gjithkohës duke vrapuar. Por që ky muaj i fundit të 2025-s të më ka mësuar që ndonjëherë duhet të gatëlsohemi dhe të marrim gjërat më avash, të shikojmë pak më ndryshe. Kështu. Tani ti ke në tek se imagjinoje sa shumë kam folur dhe sa mendime kam shprehur pa pirë fare kafen e mëngjesit. Kështu që mendoj që ndonjëherë është psikologjike ajo kafja e mëngjesit që na shërben për të zgjuar edhe për të qenë gati për ditën, por ja mund të jemi edhe kështu pa pirë kafen e mëngjesit dhe ora ka shkuar 12:05. Haj njerëz nga pasditja. Nuk kam xhiruar gjithë drekën, qa bëra? Si u ktheva nga tegu, që vajti gjatë drek, gatova pak drekën shpejt, hangrëm dhe vetëm kam dëndur, kam parë vlogs të Tamarës, se kisha disa vlog mas të asajt pa parë, dhe më pëlqen shumë ajo, më pëlqen shumë ta ndjek realisht, dhe kështu humba duke parë vlog mas edhe saj. Tani ka shkuar ora 5 ca pasdite, dhe tham po dalim. Po dalim në këmbë, se në Tiranë është një kaos total, dalësh me makinë, nuk e ku vete gjëkundi, më shumë stresohesh, mërzitesh dhe vonohesh për të vajt në një destinacion, se sa vetë shpejt me makinë. Dhe të citë njërës, kjo është outfitit, super minimal, jeanse dhe një body pa mbuku. Tani të hedhin këtë. Fiksimin tim të momentit, San de Janeiro. Ka rëmë shumë të mirë. Unë madje dhe kam përzirë disa herë, po me që se parfumin e kam jo nga fundi, po më pak se gjysma, po shfrytëzoj këtë teshe, se mba në kjo parë më gjatë. Plukëtime kam okej, thjesht rëkohoj pak fare pozët, edhe tiki. Aj që ishte, po bëra mirë unë së më mbarë shtëpia, kur jam së murë, së vite dhe dilje. Pra po hamër, kjo burim, ha, dhe fligjum direkt. Qohet nga gjumi, vazhdon ka frutat aty para mandarina dhe vazhdon procesin e të ngrënit. Edhe thot Robi pastaj pse shëndoshem. S'ke mund të trasë se qa bëm burri.
Kam shembullin kryesor në shtëpi dhe të gjithë ju njerëz që thoni shëndoshemi, kot shumë nga hiqi, nuk e marrë vesh të që hani shumë pa shëndoshemi, se nuk kam mundësi tjetër. Ky burim ha shumë për dhe shëndoshur. Gati e? Edhe pse, kur e ndjej këtë aromën e këtij badimisti Sol de Janeiro, vjen pak si shumë e ëmbël dhe nuk është shumë në natyrën time parfumat kaq të ëmbël, sepse unë dua pak s'më vjen fjala dur, intens, pak jo kaq të ëmbël domethënë. Por edhe ti pëlqen kë. Kështu që parfumet duhet i zgjedhim që i pëlqejnë edhe partnerit. Njërës sa erdhëm në shtëpi, ulëm të mosheria, afër të lagja, pim nga një çaj të ngrohtë, sepse akoma ndjej fyti që më bezdis, e ka filluar të sëmurët edhe klagjet, e po i thosha të vlogu i budvës, do sëmurësh edhe ti, nuk ke kush pëton dhe jap sëmurë, ti e taj mua betë. Dhe morën dhe dhuratat e bebave, këtu kam të dyja dhurate dhe nuk ma tregoj dot sepse janë të paketuara. Këtu kam dhuratën e Sielit, e ka paketuar kështu me princesha të letrën e paketimit dhe i mora nga ato plakat magnetike sepse janë shumë të mira për të nxitur kreativitetin dhe fëmijët merren shumë ato. E mora me Frozen, ishte shumë të bukura, ndërsa këto dhurata e Nantani të kemi paketuar me këto detajet e vitit të ri me një paketim festiv. I kemi marrë një makinë, ishte shumë e bukur dhe kjo me telekomandë ishte makina, telekomanda ishte në formë timoni, televizje kështu si timon, lëvizte makina, ishte lezetshme. Në tani ka mira makina të ndryshme, motora, këto gjëra e lodra pa fund, po si qënë që është, ato vazhdo përqen, që edhe ne makini morëm sërisht. Me që se vazhdoj të jem pa oreks, kjo do e darka ime për sot vetëm fruta. Njërës për para se të hish me i kapin tim, të reatojmë aty në divan, të lexoj librin, sepse kam nisur librin e dytë të serisë Twisted, dhe janë dy personazhe që gjenden edhe tek libri i parë, por zhvillohet historia e tyre te libri i dytë. Është shumë i bukur, po më pëlqen shumë do vazhdoj të lexoj librin tim, të hish me kapin, të bëj një dush dhe më pas të shtrihem të flej gjumë. Nuk më besohet që erdhi fundi edhe këtyre videove, për mua ishte viti i parë që bëja vlogmas, rrjedhimisht viti i dytë në YouTube, kështu që ishte era e parë pra për vlogmas. Shpresoj t'ja kem dalë mirë, jam munduar që ta bëj mirë këtë gjë. Edhe ju në qoftë se do doni që të më njihni mua pak më mirë, mjafton të shikoni këto videot për gjatë muajit dhjetor, edhe besoj se do të më njihni mjaftueshëm mirë. Ne do shihemi si gjithmonë në fillim të janarit, ndoshta do ta bëj pak pushim edhe javën e parë të janarit me YouTube-in, ndoshta do rishihemi nga java e dytë e janarit për të nisur një vit plot me energji të reja, mendime të reja, ide të reja për të realizuar gjëra të bukura për të ndarë së bashku. Si në fund të vitit që jemi, ju uroj festa të gëzuara të gjithë juve, paqet pranë familjarët tuaj, njerëzit tuaj të dashur, festofshit dhe gëzofshit së bashku, dhe një vit 2026 sa më të mbarë dhe 10 viti realizimit të gjitha dëshirave tuaja. Faleminderit shumë që më keni ndjekur tek të gjitha videot, faleminderit për suportin tuaj, që vazhdoni do e tregoni edhe pas kësaj video me like, subscribe, komentoni çfarë ju të keni dëshirë, gjithashtu mund të më ndiqni edhe në rrjetet e mia të tjera sociale, se në Instagram Alba Visposht Firaj dhe në TikTok Alba Firaj. Të shihemi në vitin 2026. Bye bye!